Të nderuar qytetar, si njeri kryeshtar që jam, e mora programin qeverisë me këshyrë se çysh e ka ndërmend me na marrë qafë kjo qeveri gjatë këtij mandati edhe su dëshprova. Ky dokument i ngjan më shumë materialit propagandus të një fushate zgjedhore se sa një programi, që ish dasht me na bind se ju vërtet keni me punu kësaj here, po sa qish duke u njohë se qysh keni punu qëto 16 vjetë e fundit, ani pse edhe PDK-ja, edhe LDK-ja ishin pushtet ma heret, madje edhe bashkë keni qenë një herë, kur po ashtu na keni marrë venin qafë. U përqendrova ma shumë në dy fushat që kom interes të veçantë, për cilat ju se në interesuas një herë, e që dyjat kanë anësit posaçme, jo vetëm për mirëqenien e qytetarit, por edhe për zhvillimin ekonomik edhe imazhin e Republikës Kosovës. Këto janë teknologjia informative edhe sporti. Kur u votu buxheti para pak muajsh, 10 orë më saktësisht, unë e pata një kritikë serioze për faktin se nuk ishte ndarë pothuajse asgjë për zhvillimin e mirëfill teknologjisë informative, po sfonde që i kishit rezervuar me ble laptopa, iPada, iPhone-a, tonerat, printera e për zyrtar të lartë për fotokopjim. Këtë herë peshoh, të përmbajtja në fillim dokumentit kishit harru me fut, po mrena kishit shtjellu disa paragrafa për anësinë e teknologjisë informative në botë edhe zbatimin e kësaj në Kosovë duke kriju një fond të veçantë pa të regu as qysh, as kur, as tek keni me zbatu këtë ide, kur e dim që as mjetës keni nda në buxhet për me zbatu këtë ide, kur e keni votu buxhetin dhëtor. Me fjalë tjera, ku do në me marë paret edhe qysh sakt do në me zhvillu fushën e teknologjisë informative, kur as vet idenë matë vogël se keni qysh do të më bo kja punë, e që shihet qartë në dokumentin që pretendon me qenë program qeverisës, e i ngjan veç një fletushke me premtime që si kena realizu kur. A më dorën zemër, duhet me pranu se merë shumë mirë që teknologjia informative u përmend deri tash, dje kryesisht së paku 5 herë nga deputetet e mazhorancës, madje edhe piqiftit Izmet Beqirit, i cili sigurisht hala alpin gishtin kur e shfleton iPhone-in e tij. E kjo fillimi mirë, ju përgëzoj për këtë punë. Saj përket sportit, në këtë dokument që shumë po keni qef me qujtë program qeverisës, ju folni për ndërkombëtarizimin e sportit, rritjen e mbështetjen financiare për federata, komisione sportive, me ndërtimet stadiumeve, pallate olimpike, pishina olimpike, me bo me lexu këtë program, lakmina marrën e Greg Kushi, cilë para pak vjetësh ishin një koqet olimpiadës në Athinë, e këqyri sot që i kam punë. Veç që kom një problem të vogël, qysh me ju besu juve mo. Kur 16 vjet mas lufte, sot është ma rrezik me qenë refer futbolli se sa prokuror. Kur mas 5 minuta ndeshjes futbollit, mas nuk e din kush me kom pëllu në sekretën bojkaf piloqit. Kur ndeshjen e nisin të lujt me top, e përfundojnë të urrej kung fu. Qysh bëni me na bind që keni me zhvillu një sport, kur qiftat e kamishit e kanë zartu komisionet e federata sportive, e kjo nënkupton edhe manipulimet financiare, buxhetet e të cilave ju përdoni mi rrit. Zvicra me 200.000 shqiptar i prodhoi 7 lojtar në kombëtaren e saj. Sa lojtar këtij kalibri sakt i prodhoi Kosova 16 vjet e fundit. Se mos pas ka ma pak talent Kosovë. Për kundrazi, Majlinda Kelmendi është dëshmia se ka sportista potencial për kampion bote, por kur dallavizgjit si ju e mbytni vullnetin politik me zhvillu sportin, me to i mbytni edhe shpresat e perspektiven e shumë talentave për të cilët sherri juv bota s'ka me një kur. Sukseset për pranimin në Komitet Olimpik, në FIB e ato në tenis evropian rishtazi, jonë për mu përgëzu. Po puna më e madhe është bo për individve entuziast të këtyne i federatave, ngjashëm si entuziazmi i Majlindës, trajnerit saj e ekipës saj, se sa që është përkra në erë për qeverisë, si ajo ka lumja, njësoj si kjo aktualja, që na ofendon krejtve inteligencën të menu që na pohojmë bari. Po ta shef me pritë se mos po lexoj diçka të harit për juve, po të e di çfarë jeni, edhe veç me shpresu ke shumë. Faleminderit.